Dhe zbatimi i objektivave të reja ushtarake janë temat që kanë mbledh ministrat e mbrojtjes së NATO-s pak ditë para samitit. Në selinë e NATO-s në Bruksel janë mbledhur ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s në takimin e tyre para samitit të aleancës që do të mbahet në Ankara. Në fokus është rritja e investimeve dhe kapaciteteve ushtarake, përkushtimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj NATO-s, si dhe vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se vazhdojnë të përballen me një mjedis sigurie dinamik dhe aleatët po punojnë vazhdimisht për të monitoruar situatën. Ai ka folur edhe për sigurinë në Kosovë, ku tha se NATO ndërpreu dërgimin e forcave rezervë. Në këtë moment, KFOR-i ka një mallësi të përgjithshme prej rreth 4700 trupash. Ajo që do të bëjmë është të kthehemi në nivelet para vitit 2023. Sigurisht dhe në varësi të rrethanave do të shihni një KFOR që ecën përpara me midis 3000 dhe 3500 trupa. Dhe kjo mendoj pasqyron situatën e përmirësuar të sigurisë, ndërsa misioni i KFOR-it mbetet absolutisht i përqendruar në detyrën e tij kryesore. Sekretari i NATO-s theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë bërë të qartë se janë të përkushtuara ndaj NATO-s, ndërsa tha se synojnë investimin e 5% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje deri në vitin 2035. Sipas tij, rritja e investimeve në mbrojtje nënkupton edhe rritjen e prodhimit ushtarak dhe kjo, tha ai, duhet të ndodhë në të gjithë aleancën në të dy anët e Atlantikut.